Një 64 vjeçar plagoset me armë nga fqinji i tij në Shkodër. Krimi ndodhi pas konfliktit për vendosjen e kamerave të sigurisë, policia në kërkim të autorit. Ngjarje tragjike në Bregdetin e Shëngjinit, një 24 vjeçar humbi jetën pasi u rrëzua aksidentalisht nga gomonja, helika e motorit i shkaktoi plagë të rënda. Policia ushtron kontrolle në Tiranë, Vorë dhe Kukës për kapjen e 2 personave të kërkuar për vrasjen e turistit portugez, mblidhen dëshmi e prova të reja. Një tjetër rënje forte e euros në tregun valutor, moneda europiane bie në 92 lekë, shkak janë bërë flukset nga turizmi dhe remitancat e migrantëve. Sulmet të përgjakshme në Kiev, bombardimet ruse me dronë dhe raketa shkaktojnë paktën 16 vrarë e 40 plagosur, shkatërrohen shumë objekte civile. Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Konflikti për kamerat e sigurisë është bërë shkak i një plagose me armë në Shkodër. Një 64 vjeçar është qelluar nga fqinji i tij, por fatmirësisht ai ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë autori i krimit është shpallur në kërkim. 64 vjeçari Vladimir Bruçi mbeti i plagosur me armë zjarri mesditën e kësaj të enjte në lagjen rus të Shkodrës pas një konflikti të çastit me një person tjetër. Për ngjarjen, policia ka shpallur në kërkim 70 vjeçarin Pierin Bitanj, i cili dyshohet se ka qelluar ndaj Bruçit. Me njëherë pas të shtonave, Bruçi u transportua në spital ku po merr ndihmën mjekësore. Sipas burimeve, 64 vjeçari ka marrë një plagë në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burime bëjnë me dije se Bitanj dhe Bruçi janë fqinj dhe para ngjarjes kanë qenë së bashku në një lokal. Konflikti dyshohet se ka nisur për disa kamera sigurie të vendosura në zonë, ndërsa grupi hetimor po punon për të sqaruar të plota rrethanat dhe shkakun që çoi në konfliktin mes tyre. Por emri i Vladimir Bruçit është i njohur edhe më herët për drejtësinë. Në vitin 2024 ai u dhunua me sende të forta pranë shtëpisë së tij pas një konflikti për një vend parkim. Ngjarja u pasua edhe nga një përplasje me armë zjarri. Për episodin e vitit 2024 janë dënuar 3 persona. Një aksident i rënd të detar ka ndodhur pas ditën e kësaj të enjte në zonën mes Rjollit dhe Ranës së hedhur në Shëngjin. 3 të rinj ishin duke lundruar në thellësi me një gomone ku një prej tyre ka rënë aksidentalisht në ujë. Përpasoj 24 vjeçar identifikuar si Klaus Gjergj është goditur nga helikat e motorit të mjetit lundrues duke marrë plagë të rënda. Shërbimet e emergjencës u përpoqën të jepnin ndihmën e parë, por i riu ndroi jetë rrugës për në spital. Policia ndërkohë porreton rrethanat e ngjarjes tragjike. Policia po ushtron kontrolle në Tiranë, Vorë dhe Kukës, ku besohet se mund të fshihen 2 persona të shpallur në kërkim për vrasjen e turistit 20 vjeçar nga Portugalia, ndërkohë hetuesit mblodhen dëshmi dhe prova të reja që tregojnë dinamikën e krimit tronditës në Ksamil. Pronari i lokalit ku portugezi 20 vjeçar humbi jetën po kërkohet në 3 qytete. Hetimet janë përqendruar në Vlorë, Tiranë e Kukës, vendlindja e Bekim Bulicës. Në mënyrë intensive kërkohet edhe punojësi i biznesit shqiptar me nënshtetësi britanike David Hordvent, po ashtu nga Kuksi, por që banon në Vorë. Kurse i dyshuari kryesor për vrasjen e turistit portugez në Ksamil Sokrat Vata pritet të njihet me masën e sigurisë si do t'i caktojnë togat e zeza të premten. Vetë ai ka rrëfyer se si ngjarja rrodhi deri në aktin fatal që i mori jetën 20 vjeçarit Luis Miguel Varela Mendes, i cili po pushonte prej një jave në vendin tonë me miqtë e tij. Sipas 29 vjeçarit që punonte si roje private në lokalin Principote në jug të vendit, sherrri që nisi fillimisht mes turistëve nën efektin e alkoolit agravoi deri në përleshje fizike, pasi ata refuzuan të binden thirrjes së tij për të ruajtur qetësinë. Sokrat Vata tregoi se ishte portugezi ai që tentoi ta godiste atë me thik, ndërsa ai u kundërpërgjigj duke i marrë armën e ftohtë nga dora për ta shëlluar. Megjithatë, ky moment nuk është filmuar nga kamerat për shkak të errësirës dhe panikut që kaploi njerëzit në lokal. 29 vjeçari nga Hasi Sokrat Vata u arrestua teksa po udhëtonte në bagazhin e një automjeti për të fshehur në Tiranë. Ai po transportohej nga 2 turq, 31 vjeçaria Ezgi Përlak dhe Nuh Mahmutoglu, 38 vjeç, të cilët deklaruan në polici se ishin klientë rregull të lokalit dhe kishin marrëdhënie shoqërore me Vatën.
Ndërkaq të përfshirë dyshohen edhe 2 policë, Miosat Matushaj, punonjësi i policisë kufitare në Gjirokastër, dhe Romeo Shehu, punonjësi i policisë bashkiake në Gjirokastër, që në momentin e krimit nuk ndërhyn për ta parandaluar atë. Prokuroria i akuzon ata për moskallëzim krimi dhe mosmarrje të masave për të ndërprerë gjendjen e palishmërisë. Gjykata vendosi të lërë në burg për 45 ditë personat e akuzuar për dhunimin e shefit të krimeve të Sarandës, ai ndërhyri për të shuar konfliktin në një lokal për u sulmuar nga rojet e sigurisë. 6 të akuzuarit për dhunimin e shefit të krimeve në komisariatin e Sarandës, Mateo Bakalli, u la në burg këtë të njëjtë nga gjykata. Administratori i lokalit, një taksist dhe 4 rojet e sigurisë që u arrestuan për ngjarjen, dolën para trupit gjykues për të njohur me masën e sigurisë. Pasi dëgjoi pretendimet e palëve, gjyqtari i çështjes, Shkëlzen Licaj, vendosi arrest në burg për 45 ditë. Për krimin është i shpallur në kërkim edhe një roje tjetër sigurie. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të 16 gushtit në ambientet e jashtme të një lokali në Sarandë. Sipas policisë, rojet e sigurisë po konfliktoheshin fizikisht me disa persona të tjerë. Shefi i krimeve ishte duke kaluar me automjet kur ka vënë re personat duke u konfliktuar. Ai ka ndërhyrë për të ndaluar përplasjen, duke u identifikuar si punonjës policie, por rojet e sigurisë kanë nisur ta godasin me grushte. Përplasja u ndalua kur ndërhyn forcat shqiponja dhe forcat të tjera të policisë, të cilët shoqëruan personat e përfshirë në ngjarje. 35 vjeçari akuzuar për grabitjen e një argjenderie në Paskuqan mohoi përfshirje në krim. Përpara gjykatës ai u justifikua edhe për maskat që ju sekuestruan, duke thënë se është i apasionuar pas tyre. Të arrestuarit për grabitjen e argjendarisë në Paskuqan do të duhet të izolohet në qeli deri në përfundim të hetimeve. Gjykata e Tiranës caktoi ndaj tij masën e arrestit në burg. Argjys Kalsi, i dyshuari kryesor për para tokave të zeza, mohoi përfshirje në grabitjen me armë të 5 gushtit, që i kushtoi biznesit 1.5 milion lek dëm në bizhuteri dhe sende të tjera të çmuara. Policia e kryeqytetit njoftoi një ditë më pas se në zonën e pyllëzuar të fshatit zgafnur gjeti Kalashnikovin e përdorur në krim, kryer me fishek brenda, bashkë me 2 maska, që provon se në grabitje kanë marrë pjesë të paktën 2 persona. I vën përballë këtij fakti, i riu Argjys Kalsi u shpreh se maskat i ka qejf dhe i përdor për Halloween. Pasi festonte, maskën e hidhte, ndaj sipas tij uniformat blu mund të kenë rënë në gjurmët e njërës prej tyre. Ndërkohë 35 vjeçari ka refuzuar të tregojë se kush ishte bashkëpunëtori në grabitje. Dhjetëra banor të një fshati në Puk janë zhvendosur me urgjencë pasi u rrezikuan nga zjarri që ra pranë shtëpive të tyre. Situata mbetet kritike edhe në disa vatra të tjera në Milot, Shkodër dhe Gramsh. Situata e zjarreve në vend është përkeqësuar këtë të njëjtë pasi disa vatra aktive po zgjerohen me shpejtësi të favorizuara nga era. Gjendja më kritike paraqitet në Puk, ku është urdhëruar evakuimi menjëhershëm i banorëve të fshatit Gojan i Madh. Flakët në këtë zonë janë afruar pranë shtëpive, duke rrezikuar jetën dhe pronën e banorëve. Në një prej familjeve situata është veçanërisht serioze, pasi zjarri mbërriti shumë pranë banesës. Autoritetet kanë bërë të ditur se përparësi kanë fëmijët, të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore apo me aftësi të kufizuara, si dhe familjet që ndodhen në zonat më të rrezikuara nga flakët. Banorët e zhvendosur po strahohen në konviktin Ali Bytyçi në Puk. Zjarri ndërkohë shkaktoi edhe dëme materiale. Mulliri i fshatit është djegur, ndërsa nga vatrat janë dëgjuar shpërthime, të cilat dyshohen se shkaktohen nga fishekët. Në teren ndodhen 40 efektiv të forcave të armatosura, një automjet zjarfikës, si dhe 2 helikopter që po ndërhyn nga ajri për të frenuar përhapjen e flakëve. Një tjetër vatër problematike është regjistruar në Milot, ku zjarri është përhapur me shpejtësi për shkak të bimësisë së dendur dhe terrenit të vështirë. Në mbështetje të forcave vendase, mbërritën mjete dhe ekipe zjarfikse nga Lezhë dhe Kamza. Për shkak të vështirësive për ndërhyrje nga toka, nisi edhe operacioni nga ajri. Vatrat zjarri janë aktive edhe në Shkodër. Në Malsinë e Madhe, në fshatin Gjorm të sipër, forcat në terren po punojnë për izolimin e flakëve, të cilat rrezikojnë të afrohen rreth 30 banesave. Ndërkohë një zjarr me përmase të konsiderueshme ka përfshirë edhe një sipërfaqe pyjore në një fshat të Gramshit.
Tereni thyer malor po vështirëson ndërhyrjen e forcave serfikse, ndërsa deri më tani raportohet se flakët kanë përfshirë rreth 4 hektar tokë. Shumica dhe opozita në Këshillin Bashkiak të Maliqit debatuan për të ardhmen e bashkisë. Demokratët janë kundër shkrirjes siç parashikon harta re territoriale, ndërsa socialistët kërkojnë më shumë informacion mbi mënyrën se si do të funksionojë kjo njësi vendore. Kundërshtimet ndaj hartës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste vijojnë kësaj radhe në Bashkinë e Maliqit. Këtë të njëjtë parashikohej që Këshilli Bashkiak të merrte një vendim për qëndrimin që do të mbahej lidhur me shkrirjen me Bashkinë e Korçës. Por opozita në Këshill reagoi që në fillim, duke thënë se majoranca po tallet për qytetarët. Edhe antarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste janë shprehur se janë të paqartë me draftligjin, ndërsa kërkuan kohë që të njihen me të. Në këto kushte këshilltarët socialistë vendosën të braktisin mbledhjen, ndërsa debatet vijuan kur këshilltarët e opozitës kërkuan vijimin e mbledhjes. Ndërsa një qytetar pjesëmarrës shtyu kryetarin e Këshillit Bashkiak të Maliqit, pasi kërkonte që mbledhja të mos ndërpritej. Por Maliqi nuk është bashkia e vetme që ka kundërshtuar hartën e re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste. Për 21 ditë është Divjaka vijon me protesta kundër bashkimit me Lushnjën, ndërsa qytetarët e Patosit kundërshtojnë bashkimin me Fierin. Kjo ende shënoi një tjetër rekord në tregun valutor, euro pësoi rënien e radhës duke u këmbyer me 92 lek. Leku po forcohet ndërsa euro po vijon trajektoren rënëse. Moneda europiane ka prekur niveli më të ulët historik përballa asaj vendase, duke u këmbyer me rreth 92 lek. Të dhënat nga agjencitë e këmbimit valutor në vend konfirmojnë rënien e mëtejshme të euros. Dobësimi i vazhdueshëm i saj lidhet kryesisht me flukset e larta të valutës që hynë në vend, të nxitura nga sektori i turizmit, por edhe nga remitancat e emigrantëve. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, të ardhurat nga turizmi gjatë vitit të kaluar arritën në rreth 6 miliardë euro, ndërsa remitancat e emigrantëve kapën rreth 1.1 miliardë euro. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka theksuar se forcimi i lekut përballë euros ka ndikuar në stabilitetin e çmimeve. Pa efektin e kursit të këmbimit, inflacioni do të ishte në nivele më të larta, duke shkuar nga rreth 3.2% aktualisht në 7 deri në 8%. Një tjetër faktor që ndikon në kursin e këmbimit është edhe struktura e tregtisë së jashtme, pasi Shqipëria importon më shumë madhra se sa eksporton. Megjithatë, flukset e larta të valutës nga turizmi dhe remitancat kanë rritur ofertën e euros në treg, duke ushtruar presion për zhvlerësimin e saj përballë lekut. Tonelata me mbetjer grumbullohen çdo ditë në zonën e ish-parkut të autobusëve në Durrës. Ndotja midisore sipas banorëve është e lartë dhe ata protestuan duke tentuar të bllokojnë edhe kamionët me mbeturina. Prej të paktën 6 vitesh, banorët e zonës së ish-parkut të autobusave në Durrës bashkëjetojnë me erën e rëndë dhe ndotjen e shkaktuar nga mbetjet urbane që depozitohen në këtë pikë. Sa më parë, hiqim plerat këtu. Situata, sipas tyre, është bërë e patolerueshme. Banorët protestuan duke tentuar të bllokojnë edhe hyrjen e kamionëve që sjellin mbetjet. Kam 2 vjet që kam marrë jetoj këtu dhe sigurisht është bëhet mëshme të dalësh mëngjes, erë plera, të vish në darkë në shtëpi vetëm erë plera. Afërsia e banesave me grumbujt e mbetjeve, të cilët janë kthyer në male plerash, është shqetësimi kryesor i komunitetit. Në këtë pikë depozitohen mbeturinat e mbledhura në vend depozitime të ndryshme të qytetit. Nuk po durojmë dot më, nuk po jetojmë dot. Jemi me dyrë drejtare mbyll. Asnjë lloj përgjigje. Nuk kanë marrë asnjë lloj mase. Për rreth 300 familje që jetojnë pranë kësaj pike, jeta e përditshme sipas tyre është bërë mjaft e vështirë. Edhe aktiviteti i bizneseve private, veçanërisht apartamentet që ofrohen për turist, po ndikohen nga situata e krijuar. Të gjithë komentet që më lënë, të gjitha mesazhet që më lënë, është era e keqe. Janë shumë të kënaqur me njerëzit në ambientin, por janë shumë të pakënaqur nga era e keqe që vjen. Kjo pikë grumbullimi mbetjesh në mes të një zone të banuar dhe në afërsi të qindra familjeve është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët, të cilët kërkojnë një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi, por deri më tani autoritetet vendore nuk janë përgjigjur kërkesave të tyre. Edhe këtë vit në Maliq është zhvilluar festa e bukës së re, ajo kushtohet ruajtjes së traditës së dhe mbështetjes së prodhimeve bujqësore që ka zona. Tradita, puna e fermerëve dhe prodhimi vendas u bën bashkë në festën e bukës së re të zhvilluar në fshatin Drithas të Bashkisë Maliq. Aktiviteti shënoi përmbylljen e një cikli të punës bujqësore në një zonë që njihet për aktivitetin bujqësor.
Në festë u prezantuan gatimet tradicionale të përgatitura për të sjellë në tryezë shijet dhe produktet e prodhuara në vend. Është një festë e veçantë, ka shumë vlera, sidomos sepse në këtë muaj vinë emigrantët. Kemi patur dëshirë që ta të vazhdojnë të vinë përsëri, të takojnë ata që kanë lënë këtu, të takojnë të shohin njerëzve të tyre të afërt, po njëkohësisht edhe fëmijët e tyre që po vinë sot, po shikojnë rrejtë të parve. Me bukë gruri, lakrorët, byrekët, tëra. Fusha e Maliqit është një nga më të mëdhat e prodhimit bujqësor në Shqipëri. Kjo festë është ndër vite, ndoshta edhe para viteve 90, pavarësisht ka të qendrëmarrje shtetërore, sot janë fermerë nga më punëtorët që ka Bashkia e Maliqit, edhe jemi mbledhur sot këtu për t'i uruar për bukën e re, për t'i uruar mbarësi. Atmosfera festive u plotësua me një program artistik dhe kulturor. Festa e bukës së re synon të ruajë dhe përcjell traditat e zonës, duke vlerësuar punën e fermerëve dhe prodhimin vendas. Departamenti Amerikan i Shtetit kërkon të jepet fund ngërçit vazhdueshëm politik në Kosovë. Kjo situatë thuhet në deklaratë të sjellë mundësi të humbura për vendin dhe cënim të stabilitetit. Shtetet e Bashkuara po shtojnë presionin ndaj udhëheqësve politik në Kosovë për t'i dhënë fund krizës institucionale që ka mbërthyer vendin pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Në një reagim për Radion Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit u bëri thirrje liderëve politik që të bashkëpunojnë për krijimin e institucioneve të reja, duke respektuar kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që udhëheqësit i japin përparësi progresit dhe stabilitetit në të mirë të gjithë qytetarëve. Sipas Washingtonit, zgjatja e përplasjes politike po i kushton Kosovës mundësi të rëndësishme për zhvillim. Mesazhi i fundit nga SBA vjen vetëm pak ditë pas një tjetër apeli të ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila më 12 gusht u kishte kërkuar forcave politike të bashkëpunonin për kapërcimin e krizës. Përveç SBA-s edhe Bashkimi Evropian u ka bërë më herët thirrje partive që të gjejnë sa më shpejt një zgjidhje për krizën institucionale. Ndërsa palët vazhdojnë përplasjen, Washingtoni po e bën gjithnjë më të qartë se pret një zgjidhje politike dhe respektim të procedurave kushtetuese. Hyrja e selisë e qeverisë në Prishtinë është bllokuar edhe sot nga deputetët e Partisë Demokratike. Ata janë mbështetur dhe nga përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që kërkuan konstituimin sa më parë të kuvendit të ri. Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë vazhduar edhe këtë të enjte protestën para ndërtesës së qeverisë, duke bllokuar hyrjen në shenjë kundërshtimi ndaj bllokimit të seancës konstituive të kuvendit. Aksionit ju bashkuan edhe deputetë të Aleancës, si edhe drejtuese e Asamblisë të PDK-s nga Vushtrria. Ky është aksioni i 6 radhës i PDK-s, e cila prej ditësh kërkon që seanca konstituive të vazhdojë dhe kuvendi të dalë nga ngërçi institucional. Antarja e Asamblesë të PDK-s nga Vushtrria, Vlera Tahiri, tha se qytetarët të kësaj komune kanë nevojë për investime dhe projekte zhvillimore, ndërsa për këtë nevojiten institucionet funksionale. Vushtrria ka nevojë për investime, për projekte zhvillimore dhe për një qeveri që i trajton komunat dhe qytetarët me përgjegjësi. Qytetarët e Vushtrisë nuk duhen të ndihen të lënanash. Edhe pikërisht për këtë na duhen institucione që punojnë, na duhet një kuvend funksional, ku këto çështje ngrihen, diskutohen dhe kërkohet llogaridhënia. Prandaj, kërkesa është e thjeshtë. Procesi duhet të kthehet në kuvend, seanca duhet të vazhdojë, institucione duhet të konstituohen. Deputetët e Partisë Demokratike, të cilët po qëndrojnë në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, kanë lënë në tavolinat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje nga një letër me thirrje për respektimin e kushtetues dhe konstituimin e parlamentit. Letrat janë lënë gjatë seancës së thirrur nga PDK në kuadër të kërkesës së saj që seanca të bëhet çdo 48 orë deri në përfundimin e procesit të konstituimit. Policia e Kosovës ka gjetur armë, municione dhe uniforma ushtarake në zonën përreth varrezave masive të zbuluara së fundmi në Zubin Potok. Autoritetet bëjnë të ditur se bëhet fjalë për armë të gjata, automatik, fishek, pushk, gjuetie, mjete shpërthyese si dhe pajisje të tjera. Arsenali do t'i nënshtrohet ekzaminimit dhe analizave të detajuara për të parë nëse janë përdorur në ngjarje kriminale. Hetimet po zhvillohen paralelisht edhe për mbetjet mortore të 23 personave që u gjetën në Zubin Potok. Ministri i Detyrës Punëve të Brendshme u shpreh se Kosovës do të ndalet së kërkuari drejtësi për viktimat e luftës dhe se heshtja e Serbisë tregon mbështetjen e saj për organizatorët e këtyre akteve të rënda. Dëshmive të tjera relevante
Kryeqyteti i Ukrainës Kievi është bombarduar gjatë natës me raketa dhe dron rus, përpasoj 12 persona u vranë, shumë të tjerë u plagosën, mijëra banor mbetën pa energji, ndërsa shumë objekte civile janë shkatruar. Të paktën 16 persona u vranë dhe më shumë se 40 të tjerë u plagosën nga një sulm rus me raketa balistike dhe dron në Kiev gjatë natës, duke u gëdhir Entja. Sulmi shkaktoi dëme të mëdha në disa zona të kryeqytetit të Ukrainës. Një zjarr përfshiu një pallat 9 katësh ku humbën jetën 7 qytetar. Ekipet e emergjencës punuan gjatë gjithë natës për të nxjerrë banorët nga ndërtesat e dëmtuara dhe për të shuar zjarret. Për shkak të viktimave, kryebashkiake ka kërkuar që e premtja të shpallet ditëzie në kryeqytet. Sulmi preku edhe 2 zona të tjera të Kievit ku dëmtuan pallate dhe objekte të tjera, përfshirë një shkollë dhe një spital për fëmijë. 10 mijëra banor mbetën pa energji elektrike pas sulmit. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi sulmet, duke thënë se objektivi ishin disa pika ushtarake dhe industriale, përfshirë objekte që prodhojnë pjesë për dron, një depo ushtarake dhe një qendër logjistike. Sulmi vjen në një periudhë kur Rusia ka shtuar bombardimet ajrore ndaj Ukrainës, ndërsa Kievi kërkon më shumë sisteme dhe raketa mbrojtëse për të përballuar sulmet balistike. Pasojat e sulmit u ndjen edhe përtej Ukrainës. Ministria rumune e mbrojtjes tha se një dron u rrëzua në territorin e Rumanisë gjatë sulmit, ndërsa autoritetet moldave raportuan se një tjetër dron kishte kaluar në hapësirën e tyre ajrore. $40 trilion është i qeverisë amerikane. Huamarrja rezulton të jetë dyfishuar në pak vite dhe sipas ekspertëve mund të vendosë në pikpyetje stabilitetin financiar të Shteteve të Bashkuara. Borxhi total i qeverisë amerikane ka kaluar për herë të parë shifrën $40 trilion, duke rikthyer në qendër të vëmendjes shqetësimet për qëndrueshmërinë financiare të Shteteve të Bashkuara. Borxhi është dyfishuar në më pak se një dekadë. Në janar të 2017, kur Donald Trump mori detyrën për herë të parë, detyrimet ishin rreth $20 trilion. Një pjesë e madhe e rritjes erdhi gjatë pandemisë së COVID-19, kur qeveria amerikane shtoi ndjeshëm huamarrjen për të financuar masat e mbështetjes ekonomike. Por ekspertët theksojnë se problemi nuk lidhet vetëm me pandeminë. Ata paralajmërojnë se ritmi aktual i huamarrjes nuk është i qëndrueshëm. Një tjetër shqetësim lidhet me rritjen e kostos së borxhit nga ana e qeverisë. Interesi që SBA-ja duhet të paguajë është rritur ndjeshëm. Kjo mund të reflektohet edhe tek qytetarët, pasi normat më të larta të interesave ndikojnë në koston e hipotekave, kredive për makina dhe për bizneset. Presidenti Donald Trump ka kërkuar vazhdimisht uljen e normave të interesit, duke minimizuar shqetësimet për tregun e kredive. Ndërkohë, shifrat tregojnë se borxhi është rritur ndjeshëm në të dy administratat e fundit. Gjatë mandatit të parë të Trump, borxhi u shtua në rreth $7.8 trilion, ndërsa gjatë presidencës së Joe Biden kaloi në rreth $8.4 trilion. Ekspertët fiskal argumentojnë se pavarësisht dallimeve politike mes dy administratave, në fund që të dyja kanë sjellë më shumë para borxh për qeverinë amerikane. Piktori Kudret Durollari ka hapur në Durrës një ekspozit kushtuar qytetit Pogradecit. Punimet e tij tregojnë pjesë të ndryshme të qytetit liqenor, si dhe peizazhe nga të gjitha stinat. Gjurmë më drite është titulli i ekspozitës së piktorit pogradecar Kudret Durollari, që ka sjellë në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në Durrës rreth 60 tablo. Punimet përcjellin peizazhet e Pogradecit në të gjitha stinat, liçenin, rrugët e qytetit dhe zonat rurale. Pogradeci dha atë spunt tonë e vetë, të peizazhit, të bukurisë, të ngjyrës, të kaltrën, të qetësisë, të romantizmit. Pogradeci ka qenë prej vitesh pjesë rëndësishme e krijimtarisë së piktorit, qytet ku është rritur dhe ka zhvilluar veprimtarinë e tij artistike. Për piktorin Çaush Vathi dhe koleksionistin e artit Fatmir Toçi, krijimtaria e Durollarit mbetet një mënyrë autentike për të parë natyrën. Ai trajton peizazhin
Peisazhi në Pogradec është perlë, është shumë i bukur. Kudreti është shumë natyral, është shumë i këndshëm. Ka ngjyrë, vizaton bukur, ka tematik, është i larmishëm edhe në krijtarinë e vet. Një nga piktorët më aktiv, me një karrierë jashtëzakonisht të gjatë dhe me një numër të jashtëzakonshëm punimet, i cili ka eksploruar cep në cep vendin tonë, po edhe vende të tjera jashtë. Gjurmë Drite është ekspozita e fundit e planifikuar për muajin gusht në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia. Kalendari artistik vijon më 4 shtator me një tjetër ekspozit, duke sjellë në Durrës një tjetër takim me artin pamor shqiptar. Tekniku i Dinamos Ilir Daja është treguar optimist për sfidën e sotme ndaj qipriotëve të Pafos në Elbasan Arena, i tha se lojtarët janë maksimalisht të motivuar për të siguruar fitoren. Dinamo përballet sot me Pafos në ndeshjen e parë të fazës play-off të Conference League. Në konferencën përshtyp trajneri Dinamos Ilir Daja u shpreh se skuadra beson të një rezultat pozitiv pavarësisht disa problemeve që kanë prekur ekipin. Mungesa nuk kemi, por kemi pasur disa lojtarë dhe kemi një gjendje virusale që as neve të stafit nuk i kemi shpëtuar, por që besoj që nesër do të jenë gjithë në dispozicion, pavarësisht se ndoshta në një lojtar mund të jetë edhe me minutazh të limituar për shkak të viruseve që qarkullojnë në këto ditë të vere, apo kemi edhe 2-3 lojtarë që kanë qenë me krahas stërvitjes ka qenë edhe me terapi për të u riaftësuar sa më shumë që të jetë mundur dhe nesër mundet t'i menaxhojmë në një mënyrë sa më të mirë që të jetë mundur. Trajneri i Pafos Ricardo Sapinto pranoi se skuadra e tij konsiderohet favorite në letër, por theksoi se në fushë do të kërkohet kujdes maksimal. Ai ngriti gjithashtu shqetësimin për gjendjen e tapetit të stadiumit. We are prepared to play this game. Jemi gati për ndeshjen e nesërme kundër Dinamos. E pranoj që jemi favorit. Shqetësimi im në këto momente është fusha. Duhet të ishte në kushte më të mira. Nuk besoj se kjo fushë është në nivelin e ndeshjes së rëndësishme që do të luajmë nesër. Është mjaft e thatë. Shpresoj që deri nesër të rregullohet. Dinamo synon të shfrytëzojë faktorin fushë dhe të marrë një rezultat pozitiv ndaj Pafos për të mbajtur gjallë ëndrrën e kualifikimit në fazën e grupeve të Conference League. Ndeshja do të luhet në mbrëmje në stadiumin e Elbasanit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.